Kryeministri Edi Rama ka samiti 4 i diasporës në Tiranë kujtoi plotësimin e kërkesës së shqiptarëve jashtë dheut për votimin në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025, ndërsa risolli në vëmendje edhe takimin e parë, si dhe gjendjen ku ndodhej Shqipëria. Sot diaspora shqiptare nuk është më një histori ikje. Ajo është një histori e shumëfishimit të forcave të kombit shqiptar dhe e vlerës së shtuar të Shqipërisë. Në samitin e parë, kërkesa juaj ishte e drejta e votës nga jashtë dheut. Sot ju vini këtu pasi e keni ushtruar atë të drejtë në zgjedhjet e vitit të shkuar. E nisëm rrugtimin ton me një prodhim të përgjithshëm kombëtar më pak se 10 miliard euro. Sot është 27 miliard euro dhe në fund të kësaj dekade ne synojmë ta çojmë në 35 miliard euro. Sot Shqipëria ka 12 milion turistë dhe kaloi 1.6 miliard euro investime të huaja në vit. Rama vlerësoi kontributin e diasporës për ekonominë shqiptare dhe i ftoi ata sërish që të bëhen bashkë në rrugëtimin drejt Bashkimit Evropian. Ju më mirë se askush e dini që kjo rrugë nuk është pas sfida. Çfarë ju keni hequr në kurriz është një mësim i paharrueshëm i cili vlen për të kuptuar edhe ato që Shqipëria ka hequr e duhet heqë në kurriz deri në ditën kur të ulet në tryezën e përbashkët të familjes europiane. Sepse asnjë transformim i madh, i thellë dhe i vërtet nuk mund të jetë pa hequr të tëra në kurriz. Paketa e maleve për kryeministrin është një mundësi shumë e mirë që diaspora shqiptare të kthehet tek tokat e të parëve për të investuar dhe fituar edhe më shumë se në emigrim. Unë i them shqiptarëve që e kanë një copë tokë diku në një mal, ta marrin në dorë paketën e maleve dhe ta kthejnë atë tokë, ta kthejnë atë shtëpi në një burim mirëqenie. Ata do të fitojnë në fund muajit më shumë se që fitojnë duke punuar për të tjerët jashtë dheut. Vlerësoi se drejtësia sot është e pavarur dhe se pandëshkueshmëria është një mit i së shkuarës. Dhe sot Shqipëria është vendi ku askush nuk është mbi ligjin dhe drejtësia është e pavarur, siç nuk ka qenë qysh në krye të herës nga 1912 deri kur ne me vullnet plot i dorëzuam asaj shpatën që i takon vetëm duarve të saj. Ky samit u hap nga ministri i jashtëm Ferit Hoxha, i cili e vlerësoi diasporën si një dimension plotësues të identitetit ton. Do të dëgjojmë edhe kritikat, por më shumë propozime e rekomandime. Nuk do të kemi monolog sepse duam dialog. Nuk do të flasim për ju, por do të flasim me ju. Nuk do të jeni dëgjues apo spektator sepse ju duam aktor. Jo me ndjenjën e fajit, por me peshën e përgjegjësisë dhe energjinë e mundësisë. Në këtë samit marrin pjesë edhe personalitete nga partitë shqiptare në shtetet e rajonit. Në fokus të diskutimeve janë ekonomia, arsimi dhe kultura shqiptare.